duke dalë nga modeli ngadalësuar i rritjes që ishte vërejtur më herët gjatë këtij viti. Aktiviteti në sektorin e shërbimeve u përshpejtua dhe kushtet e kërkesës u përmirësuan. Indeksi menaxherëve të blerjeve për zonën e euro si përgatitur nga S&P Global u rrit në 52.5 në tetor nga 51.2 në shtator, duke shënuar muajin e 10 radhazit të rritjes dhe duke arritur nivelin më të lartë në 29 muaj. Më në fund ka diçka pozitive për të raportuar në lidhje me ekonominë e zonës së euros. Sektori i shërbimeve pati një rritje të qëndrueshme në tetor. Sa i përket biznesit të ri, duhet të kthehesh pas deri në maj të vitit të kaluar për të gjetur një zgjerim po aq të fortë, thonë analistët e sektorit. Vëllimet e biznesit të ri u zgjeruan me ritmin më të shpejt në 2 vitet e fundit, duke u nxitur kryesisht nga sektori i shërbimeve, ndërsa porosit në prodhim nuk shënuan ndryshim pozitiv. Ofruesit e shërbimeve rritën indeksin e aktivitetit të tyre nga 53 në 51.3 në shtator, duke arritur në nivelin më të lartë në 17 muaj. Spanja udhëhoqi renditjen me një indeks prej 56, performanca më e mirë në 10 muaj, ndërsa ekonomia e Gjermanisë tregoi forcë të papritur me një rritje në 53.9, vlera më e lartë në pothuajse 2 vjet e gjysmë. Italia dhe Irlanda gjithashtu shënuan zgjerime të qëndrueshme me 53.1 dhe 53.7 përkatësisht, kurse Franca mbeti ekonomia e vetme më e madhe e zonës së euros në territorin e Tkurrjes, me indeksin që zbriti në një minimum 8 mujor prej 47.7. Parisi po frenon qartë rritjen ekonomike të eurozonës, edhe kur përjashtojmë Gjermaninë dhe Francën, indekset e pjesës tjetër të kësaj zone tregojnë zgjerimin më të fortë në më shumë se 2 vitet e fundit, shtojnë ekspertët.